Apo privatizohet zemra digjitale e shtetit? Analiza. Pse kalimi i 49% të strukturës së akshit tek privati është një rrezik për sovranitetin digjital të Shqipërisë. Tiranë, në heshtje relative dhe mes debatit të kufizuar publik, qeveria shqiptare ka propozuar një model të ri për menaxhimin e sistemeve dhe infrastrukturës së shtetit digjital. Në thelb të këtij modeli është krijimi një shoqërie operatore në fushën e teknologjisë së informacionit, ku shteti do të mbajë të paktën 51% të aksioneve, ndërsa deri në 49% mund të kalojë në duart e një partneri privat. Në pamje të parë, modeli duket si një formulë kompromisi mes shtetit dhe sektorit privat. Por në realitet, shumë ekspert paralajmërojnë se kjo skem mund të hapë derën për një transformim të thellë dhe potencialisht të rrezikshëm të mënyrës se si administrohet infrastruktura digjitale e shtetit. Në qendër të debatit është Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, institucioni që kontrollon platformën e shërbimeve elektronike dhe një pjesë të madhe të sistemeve teknologjike të administratës publike. Çfarë po ndryshon realisht? Sipas draftit të propozuar, shteti mund të krijojë një shoqëri operatore TK, ku shumica e aksioneve do të mbetet në duart e shtetit, ndërsa pjesa tjetër mund të zotërohet nga një partner privat. Kjo shoqëri do të ketë kompetenca të rëndësishme: zhvillimin e sistemeve digjitale të administratës, operimin dhe mirëmbajtjen e platformave shtetërore, administrimin e infrastrukturës teknologjike, mbështetjen e shërbimeve elektronike për institucionet publike. Në teori, pronësia e sistemeve mbetet te shteti. Por në praktik, administrimi dhe operimi janë pikërisht pikat ku ndodhen kontrolli real dhe akseset teknike. Dhe këtu lind pyetja kryesore: apo kalon kontrolli praktik i shtetit digjital në duar private? Argumentet që përdor qeveria. Qeveritë që ndjekin modele të tilla zakonisht përdorin disa argumente kryesore. Argumenti i parë është efikasiteti. Sipas këtij logjike, sektori privat mund të zhvillojë dhe mirëmbajë sisteme teknologjike më shpejt dhe më mirë se administrata publike. Argumenti i dytë është ekspertiza teknologjike. Sipas këtij pretendimi, partnerët privatë mund të sjellin njohuri dhe teknologji që shteti nuk i ka. Argumenti i tretë lidhet me fleksibilitetin financiar dhe administrativ, duke argumentuar se një strukturë e përzier mund të operojë më shpejt se një agjenci shtetërore e kufizuar nga burokracia. Në teori, këto argumente duken të arsyeshme. Por realiteti i shumë projekteve të ngjashme në vende të ndryshme ka treguar se partneritetet publike-private në sektor kritik shpesh krijojnë probleme të reja. Rreziku për sovranitetin digjital. Në epokën moderne, infrastruktura digjitale është një nga asetet më të rëndësishme të një shteti. Sistemet që menaxhon akshi përfshin regjistra shtetëror, të dhëna personale të qytetarëve, platforma shërbimesh publike, sisteme komunikimi ndërinstitucional. Nëse operimi i këtyre sistemeve kalon në një strukturë ku privati ka rol të rëndësishëm, rreziku nuk lidhet vetëm me financat. Ai lidhet me kontrollin e informacionit dhe sigurinë kombëtare digjitale. Në shumë vende të zhvilluara, infrastruktura digjitale e shtetit konsiderohet pjesë e sigurisë kombëtare dhe mbetet nën kontroll të plot publik. Monopole dhe konkurrencë e deformuar. Një tjetër rrezik lidhet me strukturën e tregut. Nëse një shoqëri operatore merr rolin qendror për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve shtetërore, ajo mund të kthehet në një portë të vetme për gjithë projektet teknologjike të qeverisë. Kjo do të thotë se shumë kompani të tjera të sektorit mund të përjashtohen nga gara reale, duke krijuar një monopol të ri në tregun e teknologjisë publike. Në vend të konkurrencës së hapur, mund të krijohet një sistem ku kontratat kalojnë përmes një strukture të vetme. Problemi i transparencës. Një pikë që ka ngjallur shqetësim është fakti se pagesat që institucionet shtetërore do t'i bëjnë kësaj shoqërie mund të trajtohen si marrëdhënie kontraktore dhe jo si tarifa publike. Kjo mund të zvogëlojë transparencën në përdorimin e fondeve publike dhe të vështirësojë kontrollin institucional. Në një vend ku debati mbi tenderat publik dhe korrupsionin është i vazhdueshëm, çdo strukturë që ul transparencën rrit automatikisht dyshimet. A është kjo një privatizim i fshehtë? Ligjërisht, shteti ruan shumicën e aksioneve. Por shumë analistë paralajmërojnë se kontrolli real nuk përcaktohet vetëm nga përqindja e aksioneve. Ai përcaktohet nga kush administron sistemet, kush kontrollon teknologjinë, kush ka akses në infrastrukturë, kush merr vendimet operative. Nëse këto elemente kalojnë në një strukturë ku privati ka rol të rëndësishëm, atëherë shteti rrezikon të humbasë kontrollin praktik mbi një nga asetet më strategjike të epokës moderne, shtetin digjital. Çfarë duhet të kërkojë publiku? Debati për këtë çështje nuk duhet të mbetet vetëm në korridoret e politikës. Qytetarët dhe ekspertët duhet të kërkojnë transparencë të plotë për modelin e propozuar, analizë të pavarur të rrezikut kibernetik, auditim të plot financiar dhe teknik, garanci të forta për mbrojtjen e të dhënave,
sepse infrastruktura digjitale e shtetit nuk është një projekt i zakonshëm ekonomik. Ajo është një pjesë e sovranitetit modern të një vendi. Një vendim që mund të përcaktojë të ardhmen digjitale të Shqipërisë. Nëse kjo reformë miratohet pa debat të gjerë dhe pa garanci të forta institucionale, Shqipëria rrezikon të krijojë një precedent të rrezikshëm. Kalimin e kontrollit operacional të shtetit digital në struktura të përzjera publike-private. Dhe në një epokë ku të dhënat janë pushtet, një pyetje mbetet thelbësore për shoqërinë shqiptare. A duhet që zemra digjitale e shtetit të administrohet nga struktura ku privati ka akses direkt në sistemet kritike? Sepse nëse përgjigja jepet pa një debat serioz publik, pasojat mund të ndihen për shumë vite.